Kjo është njësoj me këtë procesin e zvarritjes institucioneve, sepse në qëndrimet tona dhe në analizën tonë të kësaj situatë, ne kemi konsideru që çdo vendim që prek të drejtat dhe interesin direkt qytetarëve në këto rrethana, ku nuk mund të ketë debat publik në institucion e Kuvendit të Republikës Kosovës, nuk mund të ketë ballafaqim të argumenteve dhe kundër argumenteve, është periudhë shumë e vështirë me marrë vendime të tilla çfarë i ka marrë zëreja. Edhe pse e ka kryer punën e vet, por që konsideroj ka qenë nevojë që qeveria me ndërhy, me ofru zgjidhje tjera që janë më të favorshme për qytetarët. Ndërsa zgjidhja gjyqësore e rasteve, unë konsideroj që mund të jetë problematike, sepse kjo pastaj selekton. Disa mund të lirohen ose mund të përfitojnë të mbesin në furnizimin universal të energjisë, disa tjerë jo, dhe kjo pastaj mund të krijojë edhe situata diskriminuese. Ndërsa në pyetjen tuaj konkrete, ne nuk kemi pranuar ndonjë ankesë, nuk kemi pa në aktgjykimet ose aktvendimet e gjykatës, konsideroj se këto janë raste individuale të vendosjes, pra vetëm për operatorët caktuar ekonomik është marrë vendimi për pezullim, jo pezullimi tërësishëm i vendimit, dhe kjo natyrisht nuk e detyron ose nuk obligon zërejnë që automatikisht me e pezullu, por që ndoshta e ban me reflektu dhe me pa për me rishikuat vendim, nga se dhe propozimi jonë ka qenë që vendimi të pezullohet. Kemi konsideru që hyrja në fuqi e këtij vendimit në të rrethana mund të krijojë situata tepër shumë të vështira për bizneset, t'i vendos ato në një pozitë jo të lehtë për me mujt me e vazhdu aktivitetin e tyre ekonomik, e që në mënyrë të drejtë për drejtë ka me ndikuar edhe tek të punësuarit në këtë sektor dhe në humbjen e vendeve të punës dhe në situata tjera të cilat cënojnë të drejtat e njerëzit.